Është pjesa e fundit e mesditës, do të diskutojmë për një çështje shumë të ndjeshme për dhunën dhe vrasjen ndaj grave e cila bëhet në shoqërinë tonë. Unë do e nis me një raport të OKB-s, i cili jep disa detaje për këtë fenomen, e më pas do diskutojmë pikrisht edhe për çështje të tjera, të cilat kanë të bëjnë pikrisht me temën që diskutojmë sot. 50.000 gra dhe vajza janë vrarë nga të afërmit e tyre në vitin 2024, me fjalë të tjera, një grua ka humbur jetën çdo 10 minuta. Kështu tregojnë shifrat e publikuara nga OKB-ja, duke denoncuar mungesën e progresit të vërtet në luftën kundër femicidit. Vitin e kaluar, 83.000 gra dhe vajza u bën viktimave të vrasjeve të qëllimshme në gjithë botën. Nga këto, 60% u vranë nga partneri i tyre ose një antar i familjes, kështu thot raporti i përpiluar nga UN Women dhe Zyra Kombeve të Bashkuara në kontrollin e drogave dhe parandalimin e krimit, i cili është publikuar pikrisht në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, derisa rreth 50.000 gra dhe vajza janë vrarë ose nga partneri i tyre ose nga një afërm i ngushtë, babai, xhaxhai, vëllau, madje në disa raste edhe nga ëma. Me fjalë të tjera, 137 janë vrarë çdo ditë ose një në 10 minuta. Dhe jo rrallëherë Blend, kemi edhe raportime edhe këtu në Kosovë për vrasje të grave, madje dje kishim edhe teksa po mbaj seanca në gjykimin për vrasjen e Liridona Ademajt, në Lipjan patëm një rast ku burri kishte sulmuar me sopat ish gruan e tij në oborin e shtëpisë. Dhe si pasojë e kësaj është alarmante gjithë ajo se çfarë po ndodh, dhuna në familje është e pranishme, ndoshta më shumë se kur, dhe sigurisht për këtë do të diskutojmë me një panel të ftuar. Është një lidhje të drejtë për drejtë, kemi sociologen Entela Binjaku. Zonja Binjaku, përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. E po ashtu me neve në një lidhje tjetër direkte është edhe Arber Jashari, avokat. Jashari, përshëndetje. Përshëndetje. Doa ta nisë me sociologën, duke qenë se kemi statistika alarmante. Ajo që tha dhe OKB-ja sigurisht është shumë shqetësuese, në çdo 10 minuta të vritet një grua në përbot, sigurisht që është një shifër alarmante. Megjithatë, si e pasqyrojnë gjitha këto statistika globale realitetin e dhunës ndaj grave? Ne tani po flasim, ndoshta do ta ngushtojmë pak, të flasim edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, megjithatë edhe në përgjithësi kështu si shoqëri. Po, shumë e drejtë. Në çdo datë 25 nëntor, statistikat i shikojmë me shumë shqetësim, sepse raportojnë për shifra të larta të dhunës me bazë gjinore dhe që kanë në qendër jetën e gruas. Në përgjithësi, Kombet e Bashkuara kërkojnë që përmes këtyre statistikave t'i tregojnë mbar botës se dhuna është e shtrirë kudo, dhe se shqetësimi duhet të jetë mbar botëror. Duke u rikthyer në vendin tonë edhe në hapësirat shqiptare, përfshirë Kosovën edhe Shqipërinë, dhe ne i kemi statistikat shumë shqetësuese. Ju raportuat para pak minutash për një çështje të rëndësishme, siç është ajo e Liridona Ademajt, që trondit tërë opinionin publik mbar shqiptar për makabritetin e saj. Po ashtu për ngjarje ku një burr ka sulmuar bashkëshorten me sopat në oborrin e shtëpisë. Për fat të keq, histori si këto kemi dhe ne në anën tjetër të kufirit, dhe nuk mungojnë rastet e kronikës së zezë ku në qendër është një grua që sulmohet. Çfarë vëmë re edhe ne në Shqipëri, një lloj si në statistikat e dhëna nga Kombet e Bashkuara, lidhet me faktin që pjesa dërmuese e rasteve të dhunës ndaj gruas raportohen ku autori dhunës është ose bashkëshorti ose një familjar. Dhe kjo tregon që për shumë gra shqiptare, sikundër dhe për gra të tjera në botë, familja nuk është streha më e sigurt. Përkundrazi, familja është vendi ku shumë gra përpiqen të ikin, sepse aty ka dhunë, aty ka
ka një pamje, do me thënë, tërësisht të zymë të jetës familjare. Zonja Binjako, para se të diskutojmë edhe për arsyet sepse qojnë pikrish deri tek ky fenomen, tek kjo dukuri ka që keqe, më lejo që të bëj edhe një pyetje Arbrit, i cili e nje edhe më mirë këtë aspektin e anës ligjore. Shpesh herë në raportime të shumta, ma pas edhe në hulumtime cilat janë bërë, ka dalë gjithmonë e njëjta arsye se gratë deri diku ndihen të pasigurta për ta raportuar dhunën. Arbër, është e vërtet kjo? Që është e vërteta, dhuna në familje ose dhuna ndaj grave, siç po shihet është një në Kosovë, në Shqipëri, por është një problem që është i pranishëm dhe në demokracitë më të zhvilluara dhe në shtetet ku me të vërtet ka një funksionim të mirëfillt të rendit dhe ligjit e ku ka institucione shumë të konsoliduara dhe ka një traditë më të madhe në luftimin e kësaj dukurie. Në Kosovë, kjo dhe shtetet tjera cilat janë në sipër, problem base më tjetë edhe më i madh për shkak se ne nuk kemi shumë traditë në luftimin e kësaj dukurie dhe pavarësisht se kohëve të fundit janë bërë shumë përpjekje për ta luftu dhunën në familje, prapë se prapë kemi raste që na paraqiten her pas here, sikur që ishte rasti i vjeshëm, ose sikur se që përshijet, pothuajse në gjykatat tona për ditë kemi raste të ndryshme ku subjekt të dhunës janë femrat, në përgjithësi gratë dhe vajzat, gjë që është vërtet shqetësuese. Kosova i ka bërë disa hapa për parandalimin e dhunës familje, ka ndryshuar edhe ligjin për parandalimin e dhunës familje, ku i ka përapa disa mekanizma. Lanë të dhunës në familje trajtohen me prioritet nga ana gjykatave, ka pas një tendencë nga ana gjykatave që të rriten edhe ndëshkimet për këtë për penale personave të cilët gjenden fajtor. Pastaj ka një praktikë në gjykata që personat të cilët ushtrojnë dhunë në familje pothuajse në shumicën e rasteve ndaj tyre shqitohet. Por a janë të mjaftueshme? Por prapë se prapë po shihet që në rezultati nuk e kanë dhënë atë rezultatin e pritshëm dhe të kënaqshëm dhe që do të bërë akoma. Unë gjithmonë mendoj se problemi kryesor është që në për institucionet kyçe, domethënë polici, prokurori, gjykata, duhet që kemi njerëz të cilët jenë me integritet lartë profesional, edhe të cilët janë në gjendje të kuptojnë gjitha specifikat e këtyre rasteve dhe të trajtojnë në mënyrën më të mirë dhe më të duhur. Pse nuk i lajmërojnë gratë? Kjo më shumë ka faktor social, për cilat ndikojnë që këto rastet e mos raportohen. Fakti që shumë gratë varura ekonomik nga burrat, pastaj sistemi patriarkal ku burrat kanë një dominancë në familje, pastaj frika se po gjykohet nga rrethi sociale, shumë çështje tjera vetëm sa e komplikojnë punën në aspektin ligjor. A ka të bëjë ndoshta edhe për organeve të rendit? Po. Nëse po më dëgjon, a ka të bëjë ndoshta mos raportimi këtyre të rasteve të dhunës edhe për besueshmërinë e ulët që kanë gratë tona në për institucionet e vendit, marrë parasysh se shpesh herë në media është raportuar në momentin kur ka ndodhur një vrasje ose një dhunë e cila ka marrë më shumë vëmendje, është raportuar se të njëjtat kanë qenë të raportuara edhe më parë tek policia e që më pas nuk është se është ndërmarrë diçka edhe është proceduar tutje. Kësaj mund të jetë edhe kjo më pas për të marrë edhe mendimin e Binjakut. Absolutisht nuk përjashtohet, dihet që ne jo vetëm kësi rastësh, por besueshmëria e njerëzve tek institucionet e Republikës Kosovës në disa sfera nuk është në nivelin e kënaqshëm. Dhe kjo ndikon, sepse në ndërdijen e tyre njerëz ose gjithë ata që janë viktima potenciale nuk kanë besim që nëse raportojnë mund të kalojnë më mirë, ose nuk kanë besim që dikush do të trajtojë shumë seriozisht çështjen e tyre, ose kanë frikë që partneri ose ai ushtruesi i dhunës mund të ndikojë në ka lidhje qoftë familjar, qoftë mund të ndikojë
në organet vendimorse dhe shpesh janë të detyruar ose mendojnë që ndoshta më mirë është të mos raportohen fare dhe kjo pastaj sjell pasoja dhe më të mëdha. Por shpesh do ta dimë që pavarësisht se organet institucionet i kanë marrë gjitha veprimet adekuate, prapë se prapë dhënuesit ose personat cilët i kanë kryer veprën penale edhe ata kanë vepruar. E kam fjalën për shembull pavarësisht se shteti ka shqiptu masën e ndalimit për t'i ofruar viktimës së caktuar, kjo masë është thyer. Dhe në rastin e djeshëm që patëm në Lipjan, zotriu kishte një ndalesë nga gjykata për t'ju ofruar ish-gruas. Por kjo nuk u respektua dhe në këtë mënyrë, këtu pastaj dua ta shtroj pyetjen se apo dështojnë institucionet në mbrojtjen e grave edhe kur ato i raportojnë, edhe kur ka një urdhër ndalese që nuk po respektohet kjo pastaj. Shqo, çështja e aplikimit të urdhrit mbrojtës është që personit i ndalohet t'i afrohet viktimës në një perimetër ose në një perimetër të caktuar. Gjykata varësisht për specifika mund të paraqesë edhe ndalesa tjera. Mirë po nuk është që dikush policia në këtë rast kujdeset që ai të mos e thej ato urdhër. Thjesht ai nuk është që do të mbikëqyret nga dikush. Nëse e thën urdhrin, ai sigurisht që do të ketë masa, do të kryejë një vepër tre penale. Mirë po, çështja e urdhrit mbrojtës është tipike dhe aplikohet kësaj ku për personin është ndaluar t'i afrohet në një perimetër caktuar. Mirë po viktima nuk e ruan dikush që personit të mos vi. Thjesht mbase këto do të ishte mirë që të ardhmen të adresohen në forma tjera, qoftë përmes atyne shiritav ose që të lajmërojnë personin e caktuar në rast se të formohet një qendër kontrolli, po them kushtimisht, dhe të ngjiten ata bizolik të famshëm që personat mos kenë mundësi të veprojnë ose të afrohen viktimës dhe dikush tjetë them kujdestarësh mbikëqyr, në rast se i afrohen viktimës të ndërmarrë gjitha masat parandaluese pra të ndërhyj policia ose shteti. Këtë kuptim po në formën qysh është e rregulluar me ligj, gjithmonë lë mundësi që personi pavarësisht se ka një urdhër ndalese, ai mund t'i afrohet sepse nuk ka kontrollin ose mbikëqyrjen strikte nga organet legjislatuese, në këtë rast nga policia ose nga qendra për punë sociale. Ka ndodhur shpesh që veprimet e tilla makabre janë kryer edhe në institucionet e qendrës për punë sociale, edhe në QKUK, gjanat e tilla, në raste për të cilat Kosova ishte dashur të marrë mësim dhe t'ja u gjej, domethënë, mënyrën se si t'i kundërvihet me metodologji të reja dhe me ndryshime të reja ligjore. Po. Dhe zonja Binjaku, apo normalizohet kjo gjë në shoqërinë tonë dhe pastaj apo ndikon edhe faktori shoqëror, faktori kulturor dhe ndoshta mos adresimi i drejtë i agresivitetit të burrave realisht. Apo ndikon që gjithë kjo pastaj të çojë edhe në rritjen e numrit të viktimave gra në këtë rast? Mendimi im është ky, edhe në Shqipëri është rritur numri grave që e denoncojnë dhunën, është rritur numri i urdhrave mbrojtës që lëshohet për gratë që ju kërcënohet seriozisht siguria në perimetrin e shtëpisë, dhe kjo tregon edhe nga njëra anë shkallën e lartë të pranisë së dhunës, por nga ana tjetër dhe një hap përpara që ka bërë shoqëria në drejtim të denoncimit dhe të kërkimit të masave mbrojtëse. Për mendimin tim, për aq kohë sa masat nuk kuptohen si vlerë, por kuptohen si detyrim, për aq kohë sa edhe këto ndryshimet ligjore nuk shkojnë në drejtim të ndërgjegjësimit, pra nuk kuptohen si masa ndërgjegjësuese, për aq kohë sa të gjitha këto projekte që ne flasim dhe që kanë në qendër barazinë gjinore duken si projekte burokratike dhe jo si vlera kulturore ose jo si projekte kulturore, është shumë e vështirë që të presësh të ndryshojë mentaliteti i shoqërisë në një dukurie. Shpesh herë në shoqërinë tonë disa masa më shumë duken sikur zëvendësojnë disa të tjera,
se sa duket sikur ndikojnë drejt për drejt në mentalitetin tonë dhe në natyrën tonë. Unë nuk e di sa e qartë jam, po dua të them që shpesh herë shoqëria nuk i përjeton si vlera, por përjeton si detyrime disa masa që shkojnë në drejtim të trajtimit të gruas si një qenie e lirë. Ne flasim, për shembull, dhe unë kam asistuar në ekipe pune, kur thuhej se ishin 50-50, prania e burrave dhe e grave në atë vend pune, tregoj më shumë si humor, se sa tregoj si një gjë normale. Pra, masat, dua të them, të barazisë gjinore, më shumë trajtohen, nuk na bëhen mentalitet, kam frikë, por mbeten si masat jashtme, sikur s'janë të kuptuara drejt për drejt mirë nga ana jonë si shqiptar. Tani kjo sigurisht ka një bazë që lidhet drejt për drejt për mendimin tim me edukimin. Ne për shembull vim nga një shoqëri e izoluar ku emancipimi i gruas ishte pjesë e propagandës. Dhe trajtimi, domethënë, i barazisë së gruas kishte fare pak dimension njerëzor, kishte më shumë dimension propagandistik. Ndërsa pas viteve 90 dhe deri në këto çaste që ne flasim, shoqërinë tonë, te i kufirit po flas, e mësuam shumë dukuri një herazi. Dhe të gjitha këto ja bën shumë të vështirë qytetarit shqiptar, i cili nuk kishte arritur dot ta trajtonte gruan si një qenie të lirë, po më shumë si një, si të themi, si një pronë. I mësuar dhe nga gjitha këto dukuri, shumë qytetarë kanë humbur ekuilibrin. Sepse dhe unë flas me zyra avokatie, i pyes se përse shkojnë gratë shqiptare drejt divorcit, dhe shumicat më thonë se ka shumë vonë. Dhe burimi i dhunës për mendimin tim lidhet nga njëra anë në faktin se gruan ende nuk kemi arritur ta shikojmë si një qenie të lirë, por e shikojmë shumë si një projekt politik, pra që të tjerët na detyrojnë ta shohim kështu. Ndërsa nga ana tjetër janë këto dukuri që lidhen me shumë probleme, siç janë vështirësitë ekonomike, martesat e përshpejtuara, mungesa të njëjtit synim brenda kuadrit familjar, që nxit konflikte. Dhe në përgjithësi dua të them, mendoj se është nga njëra anë mendësia jonë, nga ana tjetër aftësia jonë për të përvetësuar parimet e një shoqërie të lirë. Qartë. Realisht këta faktorë janë ata cilët edhe i kemi diskutuar bashku me juve dhe me shumë sociologë e psikologë të tjerë, e që tashmë besoj që gjithë janë të vetëdijshëm se nga ku boron dhuna, e pavarësisht këtyre fushatave dishësuese të cilat i kemi, edhe nuk po shohim ndonjë ndryshim të jetë drastik. Orbër, çka mund të bëjnë ndryshe institucionet e vendit për ta parandaluar, ndoshta të themi deri më të keqen, to ku po flasim për statistika alarmante si që janë vrasjet e grave në vend? Natyrisht që nuk është krejt çështje e së drejtës penale, dhe shumë gjëra varen edhe nga faktor social që është edhe forca paraprake zonja e nderuar. Në këtë aspekt pra do të punohet me gjitha mekanizmat edhe gjitha kategoritë, me arsim, edukim, sensibilizim, po ne theks veçantë do t'i kushtohet rëndësi forcimit të mekanizmave të organeve legislatuese, kam fjalën brenda qendra për punë sociale, po pastaj policisë, prokurisë, gjykata, ku ketë njerëz të cilët vërtet janë në nivelin më të lartë profesional dhe kanë integritet, edhe kanë përvojën e duhur që edhe kanë eksperiencën, përvojën, arsimin edukat që të merren me këtë çështje, pasi që janë çështje më specifike dhe më të ndihshme ku dojnë një trajtim të veçantë. Institucionet, siç e thash edhe më herët, në aspektin e ndryshimeve ligjore nuk është që s'kan bërë, sepse nuk është moti që është ndryshuar ligji për parandalimin e dhunës në familje, ku janë parapa nisër mekanizmash, nisër detyrimesh për institucione, detyrime për qeverinë, detyrime për gjykatën, detyrime për prokurin, janë formu edhe për shembull ka në për institucione të caktuara koordinatorë që merren enkas me dhunën e familje, por prapë dohet që të mos vetë mjaftohemi, përderisa këto raste janë alarmante dhe
janë të vazhdueshme, por të gjenden gjithmonë rrugë dhe modalitete për parandalimin deri në një mos, sepse është jashtë logjike të më thotë se do të eliminohen në tërësi, pavarësisht se sa mund të arrijë shteti në stad të zhvillimit, sikur se gjitha shoqëritë demokratike me institucione shumë kredibile, me besueshmëri të madhe, është e pamundshme që të ndalohet në tërësi dhuna në familje, por megjithatë të parandalohet deri në atë mënyrë që të mos jetë një shqetësim i madh. Kjo ka gjithmonë probleme të ndryshme, ka njerëz që kanë veti të saktuara sociopatologjike, që kanë deformime të ndryshme të karakterit dhe shteti është e pamundshme që të shohë të ndërhyjë në secilin familje dhe të vëzhgoj. Por gjithsesi, unë mendoj që me një rritje të vazhdueshme të mirëqenies sociale, pastaj rritje të cilësisë në arsim, në edukim, fshata, kampanjave të ndryshmeve disuese dhe përforcimi mekanizmave të kontrollit, përforcimi mekanizmave legislatuese, pastaj njerëz adekuat në vendet adekuate, është e mundshme që të ketë të bëhet një punë më e madhe në parandalimin e kësaj dukurie kaq të madhe. Dhe uroj shumë Arbër që të krijohen këta mekanizma, të bëhet diçka në mënyrë që të zvoglohet edhe numri i vrasjeve, të kemi një kontroll, ndoshta të ketë shteti një kontroll më të madh edhe mbi dhunuesit. Dua t'ju falenderoj shumë Arbër dhe zonja Binjaku që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Shpresoj shumë që në lidhjet e tjera do të flasim për gjëra ndoshta më të bukura se sa kjo. Faleminderit për mundësinë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe njerë për prezencën, ndërkaq me një thirrje pozitive, ndoshta Dorentina, që të largojmë dhe të minimizojmë maksimalisht dhunën në familje. Ne kemi arritur drejt fundit të kësaj mesdite për ditën e sotme, padyshim për të takuar sërish nesër. Po sigurisht, takohemi nesër në orën 12 deri atëherë mirëmbëngjes. Mirëmbëngjes.